Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paqja, mëshira dhe bekimit e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për zotrin ton, për vullën e profetit Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që me dinjitet e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Po takohemi sërish me lejen e Allahut te bareke wa taala për të vazhduar me këshillat tona fetare që i mbajmë çdo javë. Në javën e kaluar kemi folur për disa këshilla të një dietarit të njohur Zenul Abidinit që ja kishte dhënë të birit. Kemi thënë se arsyeja pse të parët tanë, brezat e parë, janë kushtuar shumë edukimit të familjes në përgjithësi dhe edukimit të fëmijëve në veçanti, ka të bëjë me urdhrin kuranor dhe profetik për këtë gjë. Një besimtar nuk mund të jetë besimtar i mirë nëse shpërfill familjen e tij. Edhe sot me lejen e Allahut te bareke wa taala ne do të vazhdojmë me disa këshilla që për temë kanë edukimin e fëmijëve. Kësaj radhe ne do të përmendim këshillat e një princi, Said el-Khairit, për të parë se si në brezat e parë çështja e edukimit nuk ka qenë breng vetëm e hoxhallarëve dhe dietarëve, por se ka qenë breng edhe e pushtetarëve, pra janë kujdesur për edukimin e familjeve të tyre, janë kujdesur për edukimin e fëmijëve të tyre dhe ju kanë dhënë këshilla të cilat tregojnë edhe për vizionin e tyre, edhe për largpamësinë e tyre, siç do të vrejmë nuk kanë bëjnë me aspektin material, nga se ana materiale është diçka që shkon dhe vjen, sot mund ta kesh, nesër mund të privohesh prej saj, por janë fokusuar tek vlerat për të na treguar se vlerat janë të pashtershme, nuk harxhohen, madje me ndarjen e tyre me tjerët, ato vetëm sa rriten dhe bëhen më të mëdha. Said el-Khairi e ka këshilluar të birin me disa këshilla që në fakt janë, si thuash, ndoshta përmbledhja më e mirë e mundshme përkitazi me formimin personal. Sot, siç e dini, ka libra të shumta, ka ligjërata të shumta, ka workshope të shumta që kanë të bëjnë me vetë-zhvillimin. Dhe ne do të përmendim këto këshilla të cilat nëse do t'i merrnim, do të na ndihmonin shumë në mënyrë që t'i edukojmë fëmijët tanë që të kenë personalitet të pavarur dhe të jenë të fuqishëm me vlera dhe virtyte. Said el-Khairi i ka thënë të birit kësaj: mos shpreso në pasurinë e askujt, sepse kjo është në vërtet pasuria, dhe kujdes po kërkove prej dikujt para, sepse kjo është varfëria. Ik prej asaj që nesër do të ndjesh keqardhje për të. Merr abdes me përpikri, fale namazin sikur e fal për herë të fundit, dhe nëse ke mundësi që sot të jesh më i mirë se që ke qenë dje, dhe nesër të synosh për të qenë më i mirë se që je sot, bëje. Pra janë këto 5 këshilla që Saidi ja ka dhënë të birit dhe të cilat janë vërtet të rëndësishme. Saidi i përket brezave të parë të muslimanëve, brezit etbai tabiinëve, ka rrjedhur prej një familje pushtetarësh, edhe babai edhe vëllezërit e tij kanë qenë kryetar të shtetit islam, ka ushtruar disa funksione, është përndryshe vllai i Fatimes, gruas Omer ibn Abdulazizit, e cila njihet për humanizmin e saj, njihet për vlerat e saj. Pra janë një familje që përkundër pushtetit, përkundër fuqisë pushtetare që kanë pasur, kanë dalluar edhe për vlerat. Madje Saidi
edhe është quajtur me këtë mbiemrin i miri, mbase për shkak se siç është thënë në biografinë e tij, ai është njohur edhe për fetarinë e tij, edhe për adhurimin e shumt që i ka bërë Allahu te bareke ve teala. Në librat biografik nuk është se është ofruar ndonjë përmbledhje e madhe e biografisë së tij. Janë përmendur to fakte që kanë bënë me familjen e tij, janë përmendur disa funksione të cilat i ka ushtruar, por e rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra është se pas vete ka lënë paktën këtë fjalë e cila e ka përjetësuar emrin e tij në fushën e edukimit. Dhe ne me lejen e Allahut te bareke ve teala tani do të mundohemi që të shpjegojmë këto këshilla për të parë se sa të rëndësishme janë ato në formimin personal, në kuptimin e zhvillimit profesional, por edhe në kuptimin e edukimit të brendshëm, edukimit shpirtëror e lidhjes me Allahun te bareke ve teala. Nga se nuk ka mundësi absolutisht që dikush të jetë i fuqishëm, të ketë personalitet të fuqishëm, e të mos jetë i lidhur me Allahun te bareke ve teala. Sa për atyre njerëzve që kanë pretenduar të jenë të tillë, në momentet caktuara, në sfidat caktuara, kanë dështuar. Prandaj lidhja me Allahun te bareke ve teala, zhvillimi ton, formimi ton, i jep një gjallëri, i jep një forcë të pathyeshme. Dhe këtë me lejen Allahut te bareke ve teala, ne do ta mësojmë përgjatë këtyre shpjegimeve që do t'i bëjmë këtyre këshillave të Sejid el-Khairit. Këshilla e parë e Sejidit, Allahu e mëshiroft, është që të mos shpresosh në pasurinë e askujt, sepse kjo është vetë pasuria, dhe të mos kërkosh para nga askush, sepse lypja, kërkimi është varfëria. Me fjalë tjera, kjo quhet pavarësim nga tjerët. Kjo quhet vetëmjaftueshmëri. Pra kur një njeri nuk shfaq dobësi, nuk kërkon nga tjerët, nuk lyp nga tjerët, përkundrazi, ai angazhohet me tërë qenien e tij, ai mundohet me tërë qenien e tij që të fitojë, që të punojë, që të pavarësohet në mënyrë që siç edhe thuhet, ekziston një fjalë e urtë në Egjipt, ai që e ka bukën nga dora e vet, e ka edhe fjalën nga goja e vet. Pra nuk do të mund të jesh i pavarur në qoftë se nuk ke edhe këtë pavarësinë materiale. Prandaj ka rëndësi të madhe që për të mos qenë i varur nga tjerët edhe në kuptimin profesional, edhe në kuptimin personal, edhe pra për ta thënë të vërtetën, për të mos ju nështruar askujt. Dhe kur e themi në kuptimin profesional varësia, e kemi për qëllim që t'jesh i lirë, që ta thuash të vërtetën, jo që të kesh dije pastaj ta fshehesh atë. Ka nevojë shumë që ne të angazhohemi vetë, të fitojmë vetë në mënyrë që të kemi krenari, që të kemi dinjitet. Jo rastësisht Muhamedi alayhi salatu wassalam, nderuar vëllezër, atë shumë e ka ngritur të çështje pavarësimin, aq sa e ka llogaritur sinonim të besimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka llogaritur sinonim të besimit. Pra, ashtu siç ne besojmë, po kështu duke pasur parasysh besimin ton, ne edhe duhet jemi të pavarur nga të tjerët. Është përmendur në Sahihun e Muslimit se disave Muhamedi alayhi salatu wassalam kur të venin për t'ju besatuar për Islam, u a kërkonte edhe këtë gjë, edhe pavarësimin, dhe përmendet në mënyrë tekstuale se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka kërkuar wala tas'alu an-nase shay'a, kërkoj besatimin tuaj, që prej asnjë njeriu nuk do të kërkoni asgjë. Pra, nëse dëshironi që të bëheni musliman, që të bëheni pasuesit e mi, atëherë në kuadër të besatimit, ashtu siç më besatoheni, që të adhuroni vetëm Allahun dhe të mos i bëni shok, që të besoni në mua dhe të më ndiqni, po kështu kërkoj prej jush që edhe të mos kërkoni asgjë nga askush. Nga se, nderuar vëllezër,
nuk përkon me personalitetin e besimtarit. Të besosh në Allahun te bareke ve teala, i cili posedon çdo gjë, në dorën e të cilit janë depot e tokës dhe të qiejve, e pastaj të kërkosh nga të tjerët. E pastaj ta shtrish dorën tek ata që janë sikur ti, tek ata që ndoshta e presin me ëndjen më të madhe këtë moment, në mënyrë që të poshtrojnë, në mënyrë që të përulin, në mënyrë që të nënçmojnë. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wasalam në porositë tjera të tij na tregon se pavarësimi përveç që është, si thuash, sinonim besimit, është me kuptimin e plot të fjalës, sinonim i krenarisë, madje i krenarisë së besimtarit, nga se ka krenari të arrogantëve, ka krenari të mendjemdhenjve, jo pavarësimi nga tjerët, vetëm mjaftueshmëria është krenari e besimtarit. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Krenaria e besimtarit është kur ai nuk ka nevojë për tjerët. Është kur ai është i pavarur nga tjerët. Është kur ai vetëm mjaftohet dhe nuk kërkon asgjë nga askush. Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka treguar se qenit i pavarur, qenit i vetëm mjaftueshëm në të vërtetë kërkon një lloj vendosmërie shpirtërore. Pra është një vendim të cilin duhet ta marrësh, është një punë të cilën duhet ti ta nisësh dhe që pastaj me lejen e Allahut te bareke ve teala nuk do të mungojë ndihma e Zotit. Madje Allahu ka premtuar se ata që janë të dëlirë, që janë të pastër, që e ruajnë nderin e tyre, Allahu ka për t'i ruajtur. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith të cilin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah." Ai që përpiqet të shfaqet i dëlirë, Allahu te bareke ve teala ka për ta bërë të dëlirë. Dhe ai që përpiqet që të pavarësohet nga tjerët, Allahu do ta bëjë të pavarur nga tjerët. Pra, është vendosmëri, është nismë, është lëvizje, është veprim, cilin ne duhet të ndërmarrim fillimisht, e që pastaj ndihme Allahu te bareke ve teala nuk do të na mungojë. Prandaj kemi nevojë shumë që kësaj çështje t'i kushtojmë rëndësi për shkak se, nderuar vëllezër, kjo është ajo që neve na bën të barabartë me të tjerët. Madje edhe ka një thënie nga brezat e parë, i atribuohet Aliut radhiyallahu anhu, që mos kërko asgjë nga askush, do të jeshin ngjashëm me ta. Ndryshe po kërkove prej tyre, do të bësh skllav i tyre. Dhe këtë Allahu te bareke ve teala, këtë krenarin, këtë personalitetin e besimtarit, këtë krenarin e besimtarit, po e përsëris prapë nga se këtu kemi të bëjmë me krenarit besimit, Allahu te bareke ve teala ne ka treguar në Kur'an, kur flet për një grup besimtarësh, ku neve në fakt na urdhëron që disa vëllezër dhe motra që nuk kanë t'ju ndihmojmë, edhe nëse nuk kërkojmë për faktin se ata janë të atill që nuk e shtrin dorën. Kanë dinjitet, kanë vlera, kanë personalitet, kanë krenari dhe nuk e shtrin dorën, thot Allahu te bareke ve teala, "Yahsabuhumul jahil aghniya min at-ta'affuf." Për faktin se ata e ruajnë veten, nuk lypin, nuk kërkojnë, ai që nuk i njeh, mbase mund të krijojë përshtypje se janë të pastër. Po janë të pasur në besim, janë të pasur në vlera, prandaj nuk e shtrin dorën dhe nuk kërkojnë asgjë nga askush. Unë do doja që përmend diçka që besoj se na nxit të gjithëve, na motivon, na shtyn që kësaj vlere t'i japim, të mbishërohemi me të. Do doja të përmend një premtim të Muhamedit alayhi salatu wassalam, që vërtet është joshës, është impozant, është tërheqës. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, "Men tekaffala li alla yas'al an-nas wa men tekaffal li alla yas'al an-nas wa atakaffal lahu al-janna."
kush është ai që më garanton se nuk do të lyp nga njerëzit, që unë t'ja garantoj xhenetin. Pra, mos lyp, bëhu i pavarur, vetë mjaftohu dhe me lejnë Allahu te bareke ve teala në këmbim si shpërblim do ta kesh xhenetin. Dhe këtë e ka thënë kush? E ka thënë i dërguari i Allahut, paqja, mëshira dhe bekimet e tij qofshin mbi të. Do doja para se të kalojmë tutje, të nderuar vëllezër, t'ju përmend edhe diç nga kjo që ne përmendëm është një shembull të cilin e ka dokumentuar Kur'ani dhe bëhet fjalë për shokët e Muhamedit alayhis salam. Do doja që të përmend diç nga mënyra se se kanë konceptuar, se se kanë perceptuar të parët tanë këtë çështje. Omeri radiallahu anhu ka thënë lakmia është varfri. Ai njeri që lakmon, posedoj gjëra, ai është i varur, është i lidhur dhe kjo e bën të varfër çdo herë. Ndërsa moslakmia është pasuri. Pra të mos lidhesh për gjëra materiale, të kesh personalitet, të kesh disiplinë shpirtërore, edukative, morale, të jesh vetvetja, të mos biesh në nivele të këtilla të ulta, është pasuri e shkuar pasurisë. Ejub Sakhtijani, Allahu e mëshiroft, pavarësimin e ka parë si tipar të leadershipit. Pra nuk do të mund të jesh njeri me nan, njeri me emër, nuk do të mund të jesh figur unifikuese në qoftë se të mungon ky tipar. Madje ka thënë në mënyrë tekstuale kësaj, njeriu nuk ka mundësi që të jetë lider në qoftë se nuk i ka dy tipare. E para pavarësimin nga ajo që posedojnë njerëzit dhe e dyta tegafulin nga ajo që bëjnë njerëzit. Pavarësimi pra nënkupton që ne të jemi të pavarur nga ana materiale e tyre, ndërsa tegafuli nënkupton atë shkujdesjen që ne kemi karshi ignorantëve. Ka njerëz që na provokojnë me fjalë, me veprime të ndryshme dhe po të binim ne në nivelin e tyre, atëherë do të mund që ta përbaltnim, ta njëllosnim veten tonë. Kështu që prej nesh kërkohet që ne të mos ju përgjigjemi këtyre fjalëve. Dhe këto dy komponente, këto dy tipare, këto dy elemente, sikur e portretizojnë atë figurën, personalitetin se si duhet të jetë një lider. Ibn Rajebi, një dietar i njohur, pavarësimin e sheh jo vetëm si krenari, por edhe si një mënyrë e ndërtimit të një raporti interesant ndërmjet njerëzve. Nëse ne ju kërkojmë njerëzve para, do të ikin, do të largohen, madje këshillën e kaluar kemi përmendur Zejnul Abidinin, që e ka porositur të birin të mos e shoqëroj kooperacion nga se në momentin që ke nevojë për të, ai ikën prej teje. Ndërsa nëse nuk ju kërkon para, ata do t'i kesh pranë çdo herë. Pra, sikur pavarësimi në asnjë rrethon nuk nënkupton arrogancën, mendjemadhësinë, kryerësinë, sikur pavarësimi nga njerëzit është në fakt ajo mënyra se si ne jemi më pranë njëri tjetrit. Nga se përderisa nuk kërkojmë asgjë prej tyre, atëherë edhe ata nuk do të largohen prej nesh. Ndryshe, po kërkove diç prej tyre, atëherë, siç ka thënë Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, për aq sa kërkon prej njerëzve, për aq do të bjerë pozita jote në mesin e tyre. Pra, po pate nevojë për ta, po u bëre nevojli për ta, po kërkove prej tyre, atëherë dije se për aq sa ke nevojë për ata, për aq edhe do të biesh pra nuk do të kesh vlerë, do ta humbasësh respektin, do ta humbasësh pozitën të cilën e ke pasur. Kjo ishte këshilla e parë e Said el-Khairit për të birin. Këshilla tjera fshehin mësime të çmuara, të cilat me lejen Allahu te bareke ve teala pas një pushimi të shkurtër do t'ua shpjegojmë. Qëndroni me ne. Ja u kthyem me lejen Allahu te bareke ve teala sërish për të vazhduar me këshillat e Saidit
Allahu e mëshiroft. Në pjesën e parë folëm për pavarësimin dhe u munduam që ta skicojmë si koncept në mënyrë që të kuptohet drejt, se nuk bëhet fjalë për arrogancë, për krenitësi, për mendimasi, por bëhet fjalë për një vlerë e cila ka rëndësi të jetë madhe dhe e cila vetvetiu ndikon në parafrim, jo në largim ndërmjet njerëzve. Këshilla e dytë është të ikësh nga ato gjëra që nesër mbase edhe mund të kesh mund dish keqardhje pse i ke bërë. Në fakt, kjo këshillë e Seidit është kuptimisht, e madje edhe tekstualisht, e shkputur nga një këshillë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, në të cilën qëndron wala takallem bi kalamin ta'tadhiru min, dhe mos fal fjalë që nesër do të kërkosh falje për to. Pra, si këshillë ka përmbajtje, por edhe në kuptimin e jashtëm është e marrë e shkputur nga porositë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ajo që përfshihet në kuadër të kësaj që të kesh kujdes të mos e bësh, se nesër mund ndihesh keqardhje, janë fjalët, janë veprat, janë qëndrimet. Kjo për faktin se me këto gjëra synohen ato që në fakt janë mëkat. Pra çdo gjë që paraqet mëkat, qoftë fjalë, qoftë vepër, qoftë qëndrim, që nesër do të bën të ndihesh keq shpirtërisht, pse e ke thënë, pse e ke bërë, pse ke pasur një qëndrim të caktuar, që të gjitha këto hyjnë në kuadër të kësaj. Njëri prej urtarëve të parë ka thënë, ke kujdes nga ajo që mund të ndihesh keqardhje prej saj dhe nga ajo që mund të turprohesh prej saj. Nga se ajo për të cilën ndihen keqardhje është mëkat. Pra ne nuk ndjejmë keqardhje pse kemi bërë mirë. Ndjejmë keqardhje pse nuk kemi bërë mirë, pse kemi bërë gjuna. Dhe ne turprohemi prej asaj që është e shëmtuar. Një fjalë e pahishme, një sjellje e pahishme, një veprim i pahishëm na bën që ne nesër të mos ndihemi mirë, nga se madje edhe të skuqemi para të tjerëve, për faktin se veprimet e tilla janë të shëmtuara dhe na bën që të jemi plot turp para të tjerëve. Pse ne duhet që kemi kujdes, nga se siç e dini dhe siç e kemi përmendur edhe në këtë seri dhe edhe në takime tjera, ne sa herë që arrim ta përmbajmë veten tonë, sa herë që arrim ta kemi veten nën kontroll, ne në një farë forme e kemi nën kontroll edhe veprimtarin tonë. Prandaj jo më këtë është thënë se kur njeriu nuk e thot një fjalë posedon atë, ndërsa kur e thot, fjala është ajo që e posedon njeriu. E ke thënë një fjalë e cila sidomos në kohën tonë mund ta merr dhënë shumë shpejt, sigurisht se do t'jesh i varur prej saj, do t'jesh skllav i saj. Prandaj duhet kemi kujdes që të mos themi gjëra të cilat mund që nesër të na shkaktojnë telashe, të na shkaktojnë probleme. Duhet kemi kujdes për shkak se një fjalë mund që ta shkatërrojë një çift bashkëtorë. Një fjalë mund ta prish baban dhe fëmijën. Një fjalë mund ta shkatërrojë një familje. Një fjalë mund ta shkatërrojë një kompani, një fjalë mund të bëj dëm të madh dhe jo rastësisht Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, ndodh njeriu ta thot një fjalë një fjalë të keqe, të cilës nuk i kushton rëndësi, por e cila është mëkat dhe e cila mund të ketë pasojat e saj dhe për shkak të saj ai të përfundojë thellë në xhehenem. Pra duhet kemi kujdes, sepse vetëm një fjalë, vetëm një qëndrim, vetëm një vepër dhe dikujt mund të shkatërrohet jeta. E pastaj ne tek Allahu te bareke ve teala të kemi dënim të madh, nga se thjesht kemi qenë të shkujdesur, kemi qenë të pavëmendshëm
nuk i kemi kushtuar rëndësi fjalëve dhe veprave tona, prandaj edhe e meritojmë një dënim të tillë. Po kështu, një arsye tjetër e fuqishme pse nuk duhet bërë këto gjëra, këto fjalë, këto vepra, nga se kërkimfalja të nderuar vëllezër, siç është përmendur tek brezat e parë, kërkimfalja e shumt, sikur edhe betimi i shumt, janë gjëra që në të vërtet flasim për personalitetin e dobët të njeriut. Nëse shihni një njeri i cili betohet vazhdimisht, ka mungesë vetbesimi. Nëse është i sinqert, ka mungesë vetbesimi, ndryshe mund të jetë edhe gënjeshtar. Por po supozojmë që mund të jetë i sinqert dhe nëse e shpeshton betimin, ai njeri ka mungesë vetbesimi. Dhe nëse kërkon falje shpesh, prap njerëzit do ta nënvlerësojnë. Mund t'i përsërit shumë shpesh gabimet dhe pastaj mund vjen një moment kur mund t'ja mbyllin derën njerëzit dhe t'i thonë mjaft është mjaft. Prandaj duhet kemi kujdes në mënyrë që të mos themi fjalë të cilat mund ta shkatërrojnë të ardhmen tonë, mund t'i shkatërrojnë raportet tona me të tjerët ose Allah na ruaj. Ne mund bëhemi shkaktar që t'ua shkatërrojmë jetën të tjerëve. Këshilla tjetër Sejid el Khairit ka të bëjë me një aspekt fetar, me një aspekt ritual. E ka këshilluar të birin që të merr abdes me përpikri dhe të falet këshilla e radhës, të falet me përkushtim para Allahut te bareke ve teala. Ne do t'i shpjegojmë të dyjat. Mirë po thjesht e i përmendëm tani që ta kemi parasysh se të parët tanë të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra. Edukimin shpirtëror, edukimin fetar, edhe nëse kanë qenë pushtetar, e kanë pasur prioritet të tyre. Dhe jo rrallë ne gjejmë për shembull Omer ibn Abdulazizi që vjen në pushtet pikërisht pas vëllezërve të Sejidit. Ka qenë i njohur për dijen e tij, për fetarinë e tij. Motra e Sejidit, që ka qenë gruaja, ne e përmendëm jo rastësisht, zonja Fatime, Allahu mëshiroft. Sejidi e ka këshilluar të birin që të kujdeset për aspektin shpirtëror, namazin dhe abdesin. Abdesi paraprin namazin dhe pse ka porositur që t'i kushtoj rëndësi dhe vëmendje abdesit, urtësia mbasi mund fshihet në dy gjëra. E para në aspektin ritual dhe e dyta në aspektin shpirtëror. Në aspektin ritual, nga se nëse abdesi nuk merret ashtu siç kërkohet dhe marrja e abdesit me përpikri siç ka ardhur në shpjegimet e dietarëve, nënk kupton që secila gjymtyr e trupit të lahet ashtu siç duhet. Në qoftë se nuk lahen gjymtyrët mirë, atëherë mund të mos pranohet namazi. Dhe jo rastësisht Muhamedi alayhis salam disa që kanë marrë abdes me nguti dhe nuk i kanë larë gjymtyrët në tërësi, ka thënë mjerë për thembrat në zjarrin e xhehenemit. Pra nuk i kanë larë thembrat e këmbëve mirë dhe i ka kërcënuar që nëse nuk marrin abdes mirë, atëherë namazi tyre mund mos jetë pranuar. Dhe dyta, marrja e abdesit me përpikëri. Nën kupton vetvetiu respektimin e madh për Allahun te bareke ve teala. Kur ne marrim abdes nga se do të dalim para Allahut te bareke ve teala. Dhe po ndërlidhem me ligjëratën e javës së kaluar, ne kur përmendëm Zenul Abidinin, një asket, një dietar, një burr i madh, sa herë ka marrë abdes, është zverdh, është dridh i tëri dhe kur e kam pyetur për të, ka thënë, e dini se para kujt do të dal tani? Do të dal para Allahut te bareke ve teala. Ne nëse do të dilnim para një njeriu të rëndomt, do të mundoheshim që kemi kujdes maksimal në mënyrë që dukja jon, shfaqja jon, mënyra se si komunikojmë të jenë në nivel të duhur. E paramendoni se si duhet jemi me Allahun te bareke ve teala. Kur ai është krijuesi ynë, kur është furnizuesi ynë,
kur në dorën e tij janë fati jon, jeta jon, vdekja jon, kur para tij do të japim llogari dhe ai është që gjykon për ne. Ai vlerëson se do të shkojmë në xhennet, që shpresojmë me lenin Allah te bareke ve taala dhe lutemi, apo Allah na ruajt mund të përfundojmë në zjarr. Prandaj besimtari kur të merr abdes me përpikri, nga se do del para Allahut te bareke ve taala dhe ka dëshirë që të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Jo rastisht Muhamedi alayhi salatu wasallam marrën abdesit me përpikri, e ka llogaritur në mesin e atyre veprave që i shlyen mëkatet dhe e ngrisin, lartësojnë besimtarin në gradat tek Allahu te bareke ve taala. Po kështu ka treguar se ata që marrin abdes mirë, ata që marrin abdes me përpikri, në ditën llogarisë do të kenë dritë, e cila do të shfaqet në gjymtyrat e abdesit, në fytyrë, në duar, në ballë, në hund, në gjojnë dhe në këmbë, dhe në bazë të këtyre gjymtyrëve, kësaj drite që shfaqet në këto gjymtyrë, edhe do të dallojnë nga të tjerët. Po kështu Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë, ai që merr abdes mirë, pra që e bën abdesin në mënyrë më të mirë të mundshme, bashkë me ujin bin edhe mëkatet. Madje ka thënë që edhe poshtë thënjve, edhe mëkatet prej kësaj pjese bin bashkë me pikat e ujit abdesit. Prandaj ne duhet që t'i kushtojmë rëndësi abdesit, edhe për aspektin ritual, në mënyrë që namazi jon të jetë i pranuar, por mbi të gjitha që ne do të dalim para Allahut te bareke ve taala dhe të kemi konsiderat për Allahun te bareke ve taala, të kemi respekt, nga se Zoti e meriton që ne t'ia kushtojmë këtë respekt. Këshilla tjetër e Saidit është që të falesh namaz, sikur po e bën për herë të fundit. Edhe kjo këshill, nderuar vëllezër, është e marrë nga tekstualisht, është e marrë nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai ka thënë: "Idha qumta fi salatik, fasalli salata muwaddi'in." Kur çosh për të falë namaz, falo sikur po falesh për herë të fundit. Kjo fjala sikur po falesh për herë të fundit ose muwaddi'in, namaz lam tumeres, dietarët kanë përmendur se mund t'i ketë dy kuptime. E para, kuptimi kur ne çohemi për të falë namaz, ne e braktisim çdo kë përveç Allahut te bareke ve taala. Pra nuk ka diç në namazin ton që neve na preokupon nga Allahu te bareke ve taala, që neve na vjedh vëmendjen, që neve na bën të harrojmë. Pra kur të falemi, duhet të falemi sikur askush dhe asgjë pos Allahu te bareke ve taala nuk ekziston. Kjo e ka rëndësinë të madhe, nga se nderuar vëllezër, kur ne fillojmë namazin, e fillojmë me asgjë nuk ka në namaz, që është e rastishme ose që nuk e ka mesazhin, që nuk e ka urtësinë. Pse ne e fillojmë namazin pikërisht me fjalët, me tekbiren fillestar Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Për t'ia kujtuar vetes son se asgjë nuk ka më të rëndësishme se sa falja. Askush nuk meriton respekt më të madh se sa Allahu te bareke ve taala, që ta kundërshtojmë fjalën e tij dhe t'i përgjigjemi fjalës së dikujt tjetër. Allahu është më i madh dhe çdo gjë që ai ka thënë, ajo është e para. Ka kërkuar të falemi, namazi është i pari. Ka kërkuar që t'i përkushtohemi në namaz dhe ne me lejen e Allahut te bareke ve taala do t'i përkushtohemi, nga se asgjë nuk mund që na largoj prej tij. Dhe pikërisht me këtë përkushtim, namazi na fisnikron, na jep atë tiparin në besimtarëve të shpëtuar. Allahu ka thënë: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Besimtarët kanë shpëtuar, ata që në namazin e tyre janë të përulur, ata që e kujtojnë vazhdimisht Allahun te bareke ve taala, ata që asgjë nuk mund që t'i largoj prej namazit. Ky është kuptimi i parë i kësaj domethënies që të falemi në mënyrë lamtumirëse.
Ndërsa domethënia e dytë është që ne të falemi sikur nuk do të kemi më mundësi që ta falim namazin. Pra ta kujtojmë vdekjen se mbase pas ti namazin më nuk do të kemi mundësi që të kthehemi ta falim sërish drekën, sërish ikindin, sërish akshamin, sërish yatsin, sërish sabahin. Prandaj ta japim maksimumin në çdo aspekt, në aspekt të përkushtimit, në aspekt të kryerjes së lëvizjeve, pra aspektit ritual të namazit, në mënyrë që ne të jemi të kemi namaz të mirë. Madje, të nderuar vëllezër, me këtë kuptim ka ardhur edhe në një version tjetër të hadithit, në të cilin Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: "Udhkuril mauta fi salatik, fa inna ar-rajul idha dhakara al-mauta fi salati la hariyun an yuhsina as-salata." Përmende, kujtoje vdekjen në namazin tënd. Sepse kur njeriu e kujton vdekjen në namazin e tij, atëra e gjithsesi se do ta përmirësoj namazin e tij. Pra fakti që ne nuk do të kemi, e kujtojmë se nuk do të kemi më mundësi që të falemi sërish, dhe këtë e kujtojmë gjatë namazit, na bën që në namaz të jemi me përkushtimin maksimal. Pra që asgjë të mos na largoj nga namazi. Do doja t'ju them diçka nga shpirti, diçka të cilën ja them vetes fillimisht e pastaj të gjithë juve. Një ditë Muhamedi alayhi salatu wassalam, duke qenë bashkë me shokët në pranitë e tij, është falur dikush, cilit Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka thënë: "Kthehu dhe falu se ti nuk je fal." Është kthyer njeriu, është fal, dhe prap Muhamedi alayhi salatu wassalam ja ka thënë të njëjtat fjalë: "Kthehu dhe falu se ti nuk je fal." Njeriu tha: "Unë nuk di të falem ndryshe, më mëso." Muhamedi alayhi salatu wassalam më mësoi që rukun ta bëj drejt, të qëndroj ashtu siç kërkohet, sejdën ta bëj drejt, pra që namazin ta fal në mënyrën e kërkuar. Poenta nuk qëndron tek kjo, poenta qëndron tek kjo pyetje që kjo gjëja që Muhamedi alayhi salatu wassalam ja tha këtij besimtari. Kthehu se nuk je fal. Çfarë nëse neve na thuhet kjo fjalë në ditën e llogarisë? Ju jeni fal, por nuk jeni fal, namazi juaj nuk është pranuar. Namazi juaj nuk është pranuar për shkak se nuk e keni bërë rukun siç duhet, nuk e keni bërë sejdën siç duhet, keni qenë të pavëmendshëm, ke bërë një jetë të tërë namaz dhe në fund namazit nuk të pranohet. Prandaj duhet ta marrim parasysh të këshill, nga se kjo ka rëndësi të formimit ton, të formimit edhe personal edhe shpirtëror. Duhet që namazin të falim si kur e falim për herë të fundit, nga se mund të mos kemi më mundësi që të kthehemi sërish dhe pastaj para Allahut te bareke ve teala ta përjetojmë atë që quhet hasret, atë keqardhjen, atë zhgënjimin, atë dëshpërimin, atë pishmallëkun se pse na iku namazi, pse na iku një vepër e mirë, pse nuk bëm më shumë për Allahun te bareke ve teala. Dhe këshilla e fundit, cilën Saidi ja ka dhënë të birit, është një këshill e përjetshme. Është një këshill e cila i duhet secilit prej nesh, jo vetëm fëmijëve tanë, por edhe neve secilit. Nëse sot ke mundësi të jesh më i mirë se dje, bëje. Dhe syno, planifiko që nesër të jesh më i mirë se që ke qenë sot. Pra, le të jetë synim ytje i përhershëm që ti përmirësosh gjërat, që të ndreqesh të ardhmen, që të mos përsëritësh gabimet e së kaluarës. Nga se edhe siç është thënë, ai besimtari i cili ka 2 ditë të ngjashme, ai është në humbje. Siç është thënë, më së miri dhe fjalët më të mira dhe më të bukura janë fjalët e Allahut dhe të dërguarit të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: kush vepron mirë në këtë pjesën e mbetur të jetës,
i falet e kaluara. Pra, nëse tani vendos që sot të jesh më i mirë se dje, dhe nesër më i mirë se sot, dije se kjo e kaluara të cilën e ke bërë, me lejen Allah te bareke ve teala, nuk do të ketë efekt, nuk do të shpërqendroj, nuk do të çorientoj përkundrazi. Allahu te bareke ve teala ta fal të kaluarën dhe tek Allahu do të jesh në pozita të larta. Allahun e madhruar e lutim që Allahu të na bëjë të vetëdijshëm për të edukuar fëmijët tanë, për të edukuar në radhë të parë vetët tona. Allahun e lutim që pjesa jone mbetur e jetës të jetë më e mirë se kjo që ka shkuar, dhe Allah të në mundsoj që kur të takojmë atë, ai të jetë i kënaqur me ne. Allah na pas në kujdesin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.